kjo politike tia, për mendimin tim, është një shkundje nga dalldia 20-30 vjeçare e globalizmit, e tregtisë lirë gjithandej, jo se jam kundra tregtisë lirë, por unë jam për tregtin e drejtë dhe korrekte dhe të ndershme ndërmjet vendeve, sepse tregtia e lirë shpeshherë ka shërbyer si një lloj koperturet për të depërtuar që shtetet e mëdha të depërtojnë në ekonomitë e shteteve të vogla, jo rrallëherë edhe duke i rënuar dhe duke i dëmtuar ato, dhe në vend që t'i zhvillojnë, në fakt kanë bërë që prej këtyre vendeve të largohen masivisht njerëzit dhe të shkojnë drejt këtyre vendeve të zhvilluara, duke krijuar një lloj disekuilibrit ekonomik në nivel botror. Them se kjo ka për të shërbyer për ta riekuilibruar, sepse të gjithë kanë një shans, kush ka mend, kanë një shans për të rimenduar, për të thënë, okay, në qoftë se ekonomia më e madhe e botës, vendi më teknologjik i botës, emblema e zhvillimit ekonomik, po vendos tarifa, atëherë kush jemi ne të tjerët që në justifikimin shpeshherë të marrëveshjeve të tregtisë lirë, i cili më shumë se sa justifikimi i kësaj është një fshehje e mungesës së vizionit dhe mungesës së profesionalizmit dhe të koncepteve ekonomike, ato thonë që ne s'kemi çfarë të bëjmë sepse ne kemi nënshkruar një marrëveshje të lirë me X-in apo me Y-in dhe do i qëndrojmë asaj. Nuk është kështu.